ndërhyrje në Kosovë, ka pasur dhe kjo nuk është prit mirë. Nuk është prit mirë nga presidenti i cili ka thënë që okej, unë po angazhohem për paqe që janë këto muhabete. Edhe këto kanë qenë zhvillim, gabime në hapa, si të thuhet, domethënë gabime në hapa që shprehja arrogancës tipike serbe, e cila është mësuar në këto 3 dekadat e fundit që të luaj rolin e personit llastum, që bëra çka bëra mua më falet, bëra çka bëra për mua ka mirë kuptim, thash çka thash, situata është në kontroll. Domthonë edhe kjo është menduar që mund vazhdohet me këtë lloj arrogance. Domthonë kjo arrogancë e tyre është vrejt edhe në raport me Kosovën. Një gjë njerëzit duhet ta dinë. Tash unë duke qenë në taborin tjetër për dekada me radhë kam pa gjonat për një perspektive tjetër. Faktori ndërkombëtar gjithmonë ka thënë që mos ta ngasmojmë Serbinë, sepse Serbia na duhet të vinë nga perëndimi, edhe kur i ke pyet si qysh tek, domethënë ata nuk kanë qenë gjendje shumë, po mos ta ngasmojmë, mos ja bëjmë të vështirë, të andej e këndej, domethënë nuk ka pas diçka konkrete. Kjo ka ndodhur për një arsye të vetme, sepse Serbia ka pas monopolin e forcës. Serbia është i vetmi vend në rajon arben që është përgatitur që 20 vjet për ditën që Amerika mund të tërhiqet nga NATO. Është i vetmi vend në rajon. Ata kanë pas doktrinë shtet që mund të vinë një ditë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të tërhiqen nga NATO. Kjo është pjesë e një debati tash që po të bëhet më të madhe që mos ndoshta që para 2-3 dekadave ka filluar një lëvizje tipike me ato që i ka bërë KGB-ja përpara, që të ndryshoj mentalitetin, mënyrën e të menduarit, duke futur njerëz cilët kanë fjet, janë përgatitur, janë rrit, janë zhvilluar, kanë ardhur në pozita me ndikim, edhe kanë krijuar mendim, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në komplet Evropën perëndimore. Kjo është muhabet konspirativ. Në një të ardhmen do të sqarohet. Por e vërtetë është që ata janë i vetmi vend në rajon që janë përgatitur. Kjo është arsyeja pse janë armatos, kjo është arsyeja pse kanë investuar në mënyrë të çmendur në ushtri, edhe çdo herë kur është parashtruar pyetja do thotë okej, si ju po armatosin, po kundër kujt do luftoni? Kundër kujt do luftoni? Asnjëherë nuk ka pas përgjigje në pyetjen kundër kujt do luftoni. Edhe është gjithmonë ka pas shpjegime bizare, por ideja ka qenë kjo. Edhe kjo është reflektuar edhe në zhvillimet që kanë ndodhur në veriun e Kosovës. Rasti konkret ka qenë 2022-ën, kur Kosovës i është kërkuar në një farë forme që me pranu dhe njerë kufirin jo formal në Ibër. Edhe Kosova ka bo